Klika subscribe për të parë edhe video të tjera. Omani ka një histori të lashtë, me të dhëna që tregojnë se rajoni ka qenë i banuar që nga periudha neolitike. Arkeologët kanë zbuluar objekte të lashta që dëshmojnë se Omani kishte kontakte me qytetërime të tjera të Mesopotamisë dhe Indisë. Historia e Omanit është një histori e ngadalshme, por e qëndrueshme dhe ka një ndikim të dukshëm në rajon përmes politikave të saj të jashtme të balancuar dhe zhvillimit të brendshëm. Vizituam shumë vende. Prime Travel na mundëson që t'i shohim nga afër hotelet më luksoze që i ofron Muskati. Është ka hapet një mundësi e mirë për qytetarët kosovarë që ta shohin nga afër Omanin, ta shohin nga afër gjithë këtë bukuri që pamë edhe ne. Fisnik Dragusha, me shumë eksperiencë në fushën e turizmit, i cili ka themelu Prime Travel, ka ardhur edhe vetë në Oman që të sheh nga afër atë që do t'i ofrojë klientëve të tij. Fesë mirëmëngjes, mirë se erdhën në emisionin tonë. Si u zgjove sot? Shumë mirë, normal. Mu më duket pak sfidë kur udhton dika, ke shumë takime, takon shumë njerëz, rën deri natën vonë me u zgjuar herët. Është industria e turizmit, është e tillë edhe ne që jemi që një kohë gjatë, na është bërë rutinë, kështu që problemet më të vogla që i kemi në industrinë tonë është me gjumin. Okej. Shumë mirë e menaxhojmë dhe na duhet nashta 4-5 orë dhe mjafton për ne. Sa vite u bën që po merresh me turizmin? Mbi 18 vite. 18 deri më tani vite. Po folim në nivelin profesional të operimit, se ka edhe më herët që jem marrë pjesa studimeve, mirë po për punë profesionale dhe në menaxhiment në sektorin e turizmit u bën mbi 18 vite. Kështu që eksperienca nga më të ndryshme. Shumë e saktë. Lloj ngjarje. Shumë e saktë. Me cilën qesh më shumë të kur e kujton? Gjatë këtyre 18 viteve. Vjen nga stres që u bë me diko me ndaj klient ku dion. Po me të drejtën është një rast kur klienti ja ka marrë klientit çantën. Po. Edhe asnjë napal nuk pranoi me bu dërgimin e çantës. Janë rregullat e aeroportit që vetëm pronari i çantës mundet me marrë çantën. Pastaj ka qenë ajo sfida që do është me hi pak më thellë në familje për me i bind me bu qatë çështje. Për derisa kanë shku 4-5 ditë, i ka shku pushimi komplet të dy palë. Mos më thuj. Nganjëherë me këto situata ti qesh, por që dush me u mirë me to, me u ballafaqo. S'kes, ne kemi për detyrë me zgjedh këto probleme, sepse mas pakti që ai duhet një klientin në pushimet që ai i ndërmerr është me pas probleme të tilla. Edhe për gjatë ton vitit punon shumë, krijon një buxhet, krijon një entuziazëm ose një qëllim që me bëni pushim mirë dhe nëse ai pushim i prishet për një çështje kaq të vogël, është shumë e rëndë, prandaj ne mundohemi me sportivitet me i kalu edhe me gjetë zgjidhje. Shqyqër e kemi një farloj eksperiencë tani edhe kohët e funit nuk është që po ka raste të tilla ose që nuk po zgjidhjen. Tash kishim një rast në Dubai, ku i kishte humb çanta, i kishte harruar në aeroplan çantë me gjëra personale. Një nga klientët edhe ahla pa u bën 24 orë, gjetëm përmes lidhjeve tona me aviokompaninë dhe e morrim në Prishtinë me njëherë në qytetimin e radhës. Fis faleminderit shumë që na ke mundësu që këto gjirime me i realizu këto në Oman. Si po ndihesh ti vetë?
Përbes, ne nuk ngutemi me jap rekomandime apo me shty një destinacion caktum ose me i bind klientat me vizitu një destinacion caktum, qoftë për një vizitë shkurt apo për pushime, për para se me i provu vetë ato. Ne kemi si kulturë në kompani, u bon shumë vite që... Në shetë gjithçka, ma ndej, ja propozon diku shumë tjetër. sakt. Ne mund të ofrojmë diçka që kërkohet nga klienti, sepse ka po online, ose ka qenë një familjar, apo një shok, apo një mik. Mirë, por nuk është që ne e shtyjmë ose e promovojmë një destinacion në mas të madhe nëse vetë nuk i kemi pa. Do më thonë, ka vite që po bëjmë këtë gjë, edhe që prej fillimit kompania ka startu me këtë metodë. Kemi qenë me herët në Maldives, në Dubai, shumë vende tjera, s'po flas për Turqi, Bodrum, Antalya këtu, cilat i kemi pa fillimisht, pastaj i kemi fokusu ose i kemi identifiku hotelet cilat ne dëshirojmë me i shty në nivelin prime që kemi si koncept. Edhe pastaj i kemi promovu masivisht edhe i kemi garantu për atë produkt. Po Omanin se zgjedhë Omanin, kush ta për Omanin? E njëjta gjë është edhe Omani, sepse kohët e funit pretendohet që të kemi vazhdimisht destinacione të reja, në bashkëpunim me Turkish Airlines, që është një prej partnerëve tonë kryesor për udhime të gjata. Omani është në atë rangun e udhimeve të gjata. Ne për disa opcione që i kishim të mundshme, zgjedhëm Omanin, duke marrë parasysh që tani me Oman kemi një marrëdhënie që viza mund të merret në mënyrë elektronike, siç ka qenë dikur me Dubai, vetëm me një skanim të pasaportës. Që sigurohet për juve apo? Po, prej neve, prej Prime Travel, me një skanim të pasaportës me ngjyra dhe me një fotografi sikur për vizë që bëj shumë përpara, dhe 25 euro dhe për 4 ditë pune. 2 deri në 4 ditë pune të Omanit, viza ofrohet. Kështu që pastaj mundeni me zgjedh destinacionin dhe hotelet që ne i kemi identifiku edhe i kemi vizitu këtë javë, edhe që jemi të i bo vlerësimet. Mua më ka befasu Omani, e kam prit në ndryshe, shumë ma ndryshe. Do më thonë, bukuria që është këto, mënyra infrastruktura, mënyra se si është ndërtu qytetë edhe i ri, dhe ndika pjesa vjetër që ne ishim, më ka befasu shumë. Mandej njerëzit friendly, mitësor, të afërt, me shumë kulturë dhe që theti pastërtia madhe shtetit. Ne me shumë kujdes se kemi zgjedhur listën e hoteleve ku do të kalojmë, domethënë, mbrëmjet, siç e dini, për 5 ditë kemi menduar çdo natë në një hotel për shkak të degustimit që ja bëjmë hoteleve dhe kemi zgjedhur një listë të hoteleve elit që janë në Oman, na përket si Prime Travel e kemi domethënë atë nivelin që e mbajmë. Hotelet cilat kemi fjetë, siç e dini, ndërto është Mandarin Oriental, që është një ndër brendet më të fuqishme në botë në industrinë e hotelerisë, në aspektin e nivelit lartë të pushimeve, ndërsa sot jemi në The Chedi, që po ashtu është një hotel i kategorisë lartë. Për informacionin tuaj... Ndryshe po duket në foto, e ndryshe po duket këto. Kjo është ajo që thash më herët, modestia. Këta nuk po ekspozojnë shumë çka realisht kanë. Edhe unë dje pata edhe me disa agent mohabetin që çka pas kanë këtë hotel nuk e kanë shfaq fare në Instagram ose në website. Do të thonë është komplet ndryshe që shpeshini, prandaj dashte më bëni lëvizje të tillë që të shihni pamjet live pastaj kur bëhet emisioni, sepse logjika është që të tregojmë në realitet çka ka brenda në hotel. Shumë shpesh hotelet bëjnë promocione shumë bukura, po në realitet janë komplet tjetër. Këtu po duket është edhe kundërta, promocionet kanë shumë të lehtë, ndërsa hoteli ofron shumë më shumë se sa çka ata janë duke promovuar. Është ikshë zgjedh hotelet më të bukura. Por brendi e thot të vetën, sepse brendi The Chedi është një brand prej këtyne top 10 luxury hotels në botë, që janë domethënë hotelet luksoze në botë. Është nga një arkitekt i jashtëzakonshëm. Chedi momentalisht gjendet edhe jo shumë larg afër nesh, është në Malzi, në Luqica Bay, me të cilën po ashtu kemi bashkëpunim, kemi kontratë specifike realisht si Prime Travel, kështu që kush don Sa mirë që atje mundën me shku pak a shumë me marr një shije të vogël të Chedit, munden me përdor, është afër Kotorit, atje në Maltezi, rreth 6 orë rrugë, 5 orë rrugë deri aty. Edhe pastaj nëse shohin që ja vlen, mund të zerohen pak më shumë me Chedin, edhe pse jo të vinë deri në Oman, me këtë ambient që shpo e shifni. Edhe ta shijojnë një pushim të jashtëzakonshëm. Shiko, nuk është sepse jem të dashur vetëm bëjmë shitje. Ideja është që ti kemë shku si kemë shku me një pushim, kemë shpenzu si kemë shpenzu, atëherë mundohet kursesh nashta sasinë e shpenzimit edhe të udhimit, por kur të shkosh pushim fantastik. Ta zgjedhësh një hotel fantastik. Çfarë është logjika që ne e shtyjmë përpara? Ne nuk na konvenon ose nuk kemi qef që një klient me shku 5 herë në pushim me ne, pastaj me shku 5 herë thjesht. Ne themi shko 2 herë, por zgjedhni këto hotelet që janë
që janë nivelit tillë. Do të thonë ti po i propozon këto hotelet më të mira që i ka Muskati në Oman. Sakt. Do shak eksperienca jote që 18 vite që them, të ka me bo një përzgjedhje të tillë që mos më zhgënjë klientin. Shumë e saktë. Shiko, për me mujt me bo një punë që duhet, edhe për me mujt me analizu një destinacion që duhet, në industri turizmit, po dhe në çdo industri duhet ekipa. Jam shumë i lumtur me ekipin që e kena mas pari në kompaninë tonë, në dy zyrat, si në Prishtinë, si në Zürich. Por edhe partnerët ose agentët që pastaj bojnë shitje përmes ne në për këto destinacione janë shumë të rëndësishëm. Do të thonë, ne kemi përzgjedhur një përbërje të agjensive, rreth 7 agjenci të cilat janë me neve sot prezent, të cilat vijnë prej pak a shumë të gjitha qyteteve të Kosovës, nga Prishtina, nga Prizreni, nga Ferizaj, Gjilani e kështu me radhë, të cilat na prezantojnë edhe na japin, do të thonë, sugjerimin e produktit deri te secila zonë e Kosovës, që klientat që jetojnë nëpër ato zona mujnë me marrë këto paketa përmes zyreve që i kanë agjentëve tonë, do të thonë, nëpër këto qytet. Ka pas nevojë me lëviz për vendin vet. Po, sa familje e bukur fest këto, sa që po e shijojmë tani. Sa mundet me i kushtu xhepit një kosovari nëse vjen këto? Përafërsisht. Shiko, Se ju bëni përpjekje me i zgjedhë ofertat pak më të lira, varësisht të ardhurave të qytetarëve tanë. Ne nuk mundemi me jap çmimin tani, kemi kulturë punën e çmimit që nuk e japim çmimin ashtu bash lehtë. Do të thonë negociohet varet sa ditë, sa. Sakt, mirë, po duhet me pas parasysh në momentin që e bën përzgjedhje për një destinacion që quhet, domethënë, pak më i lartë ose në fluturime të gjata, atëherë kosta nuk është e njëjtë sikur me ato të cilat janë për me shku për shembull në Turqi ose në destinacione më të afërta. Do të thonë i bie pak më lart se Turqia. Pak më lart se ajo, se Turqia, mirë po gjithmonë tentohet që klientat me pas eksperjenca pak më të gjana. Bota është e madhe, kështu që nuk do me thonë çdo vit me pas vizitë vetëm te një destinacion, dy destinacione, po edhe me dal pak më lart. Siç e thash më herët, nëse kursehet një sezonën tjetër mund ta kesh një pushim fantastik. Kështu që nuk do me thonë që të shkohet çdo vit pushim të mirë, ose çdo vit pushim. Mund është me kursy një vit që vitin tjetër me përzgjedh diçka shumë më të mirë. Perfekcione. Sakt. Është i vetmi vend fest që unë isha kthy prapë në Oman. Se unë s'kam qef vendin e njëjtë me pa dy herë. Po, natyra e bën veten. Këtë natyra është fantastike që shpeshini. Shikoni sa pulbardhat e kemi këtu që nuk po lëvizin, kjo kallzon atë qetësinë, atë natyrën që domethënë nuk e kanë prek shumë, siç e kuptuat në Oman, mbi 90% e zonave të plazheve janë publike. Nuk kanë arrit me marrë në menaxhim sepse është kulturë e shtetit edhe vendimi i shtetit që plazhat më mbet publike. Jo vetëm disa hotele që i kanë plazhat private, siç është ky, The Chedi, si shpeshini, afër 700 metra plazh komplet private e hotelit, por kjo nuk është e njëjta edhe tek rastet e hoteleve tjera, sepse e kanë rujt naturalitetin e destinacionit. Nuk kanë leju me u prish ambienti për shkak të një hoteli, apo një brendi, apo çka do qoftë. Kështu që në vazhdimsi klientela në Kosovë, po edhe në vende tjera, e kërkojnë këtë naturalitetin. Do të thonë që me shiu sa më shumë natyrën, me ik përditshmërisë transportit dhe të gjitha atyre problemeve që i kemi në përditshmëri në qytet, apo kudo që jemi të jetu, me punë që i bojnë, edhe me ardhë me qetësu pak trunin në një ambient tillë, që definitivisht për 24 orë sa jemi këtu e japi efektin vetë, besoj. Po brejët, po të shqyqysh se këtë lëkë të gjata se mu jena rëmuju mboni. S'ka problem. Çka e dëgjove një kuriozitet rreth Omanit, diçka këto ditë? Që po të kujtohet tani, që të tregun rreth Omanit? Po, me që jemi pak në tematikë dhe atje të na në Kosovë, më pëlqej se sa patriot janë, se sa pro vendit vetë janë, se sa me dashni e spjegojnë edhe e promovojnë destinacionin e vetë. Diçka që me që jam i fushës turizmit, vuj për që ta kemi edhe në vendin tonë në Kosovë. Edhe ne kemi shumë vendet bukra, aq vend i vogël sa jemi, edhe e shoh pak si të nevojshme që jo të kërkohet vetëm prej nivelit shtetëror, po secili qytetar ta ketë dashni për vendin e vet dhe ta promovoj si destinacion që edhe ne të kemi musafirë turist till, edhe ta shtyjmë sa më shumë kulturën tonë, sepse e kemi shumë mirë. Diçka që mboni përshtypje tek ta është diçka që e kemi edhe na, mikpritjen. Po, shumë. Mikpritjen edhe
qetësinë që këta kishin na qysh nuk nga jena dera. Na ma nervoz. E vërtet, por ne kemi mikpritje të jashtëzakonshme. Kemi Edhe është mikpritje. diçka që e kam për eksperiencës, sepse na kanë thonë shumë njerëz me cilët punojmë, dhe turistat cilët e kemi arrit me i sjellë edhe në Kosovë. Pa. Kështu që diçka e tillë, domethënë, më kalon edhe këtë përshtypje, sepse u duket sikur po më duket sikur jam në një vend tonë ndikon, nuk është që po të dallon Po shumë. puna në Zvicër si po shkon? Pse u zgjerove dhe në Zvicër? A Po. pati shumë kërkesë që me shku dhe atje? Si që dini, janë afër gjys milioni shqiptarë në Zvicër, që kanë nevojë për shërbime të tilla nivelit që ne i ofrojmë. Edhe ka qenë ëndër e jamja që me pas një biznes në fushën e turizmit si tur operator në Zvicër. Dhe ja ku jemi u bën afër, domethënë pak më shumë se një vit ose afër 2 vite që jemi prezent në Zürich si tur operator i nivelit evropian, me shërbime dhe ofrim të destinacioneve, me gjitha ekipen e gjithë këto në për gjithë botën, si që thash të përzgjedhura dhe të prekura nga dora jonë për secilin produkt që na e shesim. Kështu që, si që kuptum edhe gjatë qëndrimit në Mandarin Oriental dhe edhe këtu në Qedi, një ndër top klientela që vinë në këtë hotel ose në këto 2 hotele nga Evropa është Gjermania dhe Zvicra. Ishte edhe Anglia, po kryesonin domethënë Anglia, Gjermania dhe Zvicra. Kështu që në këtë industrinë tonë ta quaj ashtu të jetës së mirë dhe të bukur, normalisht që nuk ka asnjë vend tjetër në Evropë ku duhet me qenë prezent përveç se në Zvicër. Mirë, po për me hyrë në Zvicër duhet me pas një kvalitet goxha të lartë, siç e dim, për të pranuar si tur operator duhet me pas poshtë një shërbim dhe kvalitet edhe kualifikim goxha të lartë, edhe ne jemi të lumtur që jemi pranuar shumë mirë atje dhe jemi duke operuar dhe është duke shkuar shumë bukur. Edhe shpresojmë që një ditë jemi një ndër liderët e Evropës si operator turistik me pronar shqiptar me pasaport Kosovës, që është shumë e rëndësishme. Sa mirë që tash shqiptarëve, kosovarëve tonë në Zvicër ju ke ofru kaq ofër për me i sjellë normal, për që mundësia shumë e mirë. Po. Për gjithë ata që shikojnë emisionin, jemi në Urdorf, që është Schlieren në Zürich. Kështu që është shumë ofër edhe është shumë i qasshëm për gjithë ata që dojnë me na vizitu. Por edhe funksionojmë online në primetravel.ch, Instagram ose primetravel.ch.com në website. Okej, për fund edhe një pyetje. Me gjithë të punë që i ke angazhime, a je ka jeton për vetën tonë? Apo thjesht po frymon për shkak punë? Jo, patjetër është një farë stili që unë e kam marrë me eksperiencë edhe me shkollë. Është një slogan që jetoj me to, është nga Simon Sinek, një nga gurut shumë të famshëm të marketingut edhe të zhvillimit të bizneseve, edhe ka të bëjë me fuqinë e të jetuarit tani, domethënë the power of now. Edhe kështu që ç'a bëjmë është thjesht e bëjmë një balancë mes të dyjave, edhe normalisht nuk është e mundur me ofru këtë shërbim në këtë sektor nëse nuk i shijon, nëse nuk e njeh nga perspektiva jote atë hotel apo atë destinacion. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme për me mujt me kanë i kompletum në shërbimin që ofron. Edhe buron nga vetja, nga koka. Tash me siguri tu eksploru edhe vendet të tjera. Kismet. Idea të tjera. Shumë shpejt. Faleminderit shumë. Gjithashtu. Ishte Shumë kënaqësi. sukses në punën që e bën. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe për juve. Sot Omani është një monarki kushtetuese me një ekonomi të përqendruar në sektorët e naftës, gazit dhe turizmit dhe ka ruajtur një politikë të jashtme neutrale dhe të pavarur. Omani ka një kulturë të pasur që përfshin trashëgimin islame si dhe ndikime të ndryshme nga rajonet e tij, duke përfshirë Indinë, Afrikën dhe Perandorinë Osmane.